Ju thoni që nuk kam frikë. Unë po të ta shpjegoj çfarë kuptoj me frikë. Dhe shoqëria jonë ka frikë. Dhe po si ka frikë mërti komediat folin çat den. po s'folin Ti fol çat dush. Nuk folin Tash ne jemi para kryeministrisë. Nuk folin çat. Unë fol çat den. Jo. Unë fol sepse çat den. mere hape dhe më gjej një edicion lajmesh që është transmetuar rezistenca që ne po bëjmë këtu. Një edicion lajmesh. Sotri, të lutem, nuk është ashtu. Lere këto lajle lule tani, më dëgjoj more tani. Këtu t'jap mendimin tim. Pa dashur të imponojmë, po t'jap mendimin tim. Cila është frika? Tu është ndërtuar një sistem politik, jo vetëm ky që është sot. E ka ndërtuar dhe Berisha para këtij madje, ai e ndërtoi i pari, ky e perfeksionoi. I dha ngjyrat. Cili është sistemi? Këta kanë korruptuar shoqërinë duke e futur në anti-ligj. I lirë, më ndiq me vëmendje. Po ndiq. Duke vështirësuar jetën e përditshme të qytetarit. E kanë lejuar përmes strukturave shtetërore të hyjnë në anti-ligj, të bëj shkelje ligji dhe pastaj këta ta mbajnë peng për ta legalizuar në aspekt të ligjit. Çdo me thënë, po të marr një shembull. Në Shqipëri sot është më e vështirë, jo sot, po ka 25-30 vjet, ka qenë më e vështirë të ndërtoje me leje ndërtimi se sa të bëje shtëpi pa leje dhe ta legalizoje. Dakor. Se është bërë kjo? Që ta lëm popullatën të shkojë, të hyjë në anti-ligj, pra të ndërtoj pa leje, pastaj paratë e jetës së tij, djersën dhe sakrificën, ti ketë të varura te vullneti i politikës për t'ia legalizuar rrugës, që do të thotë, ai duhet hesh, se nëse nuk hesh, nuk i legalizohet. E nëse nuk i legalizohet dhe nuk hesh, mund t'i prishet. Për këtë jam dakord. Jo, edhe për çështjen e pronës, që ti nuk e prek. Edhe çështja e pronës. Unë e prek gjithmonë. E dyta ajo që. E dyta. Jo, ajo që e para. Prona fillon e para. Ta dash legalizimin se. Jo, e di pse më që e kape, se jam dakord me ty, se çështja e pronës është kjo që ndoh që thetit me të drejtë, jam plotësisht dakord 100% me ty këtu, që këta të gjithë politika e 35 vjetë lejuan dhunuesit e pronave publike dhe private t'i rrëmbejnë, t'i ndërtojnë dhe i kanë legalizuar dhe njerëzit pronarët që janë legal, janë ilegal sot. Tani, e kuptohet çka kanë ndodhur këtu? Shembulli i dytë. Po. Ndan tokën bujqësore me 7501-shin. Pa u kujdesur që së pari t'i jepnin tokën atyre që e kishin babajt dhe të gjyshit. Pastaj çatë ngelej le ta ndanin. Pse e bën këtë? E bën që t'i mbajnë peng, ka sot 34 vite pas i zhndar me 7501-shin, që pronarët real nuk i kanë marrë pronat, përfundimisht apo shpërblimet që u takojnë shpronësimin që u zhbër, dhe nga ana tjetër dhe këta që i morën me 7501-shin nuk i kanë marrë certifikatat. I mbajnë varur, i mbajnë dhënë njerëzve që s'kan as i pronë janë dhënë mijëra metra katror tokë. Në një kohë që njerëzit që janë pronarë sillen me letra gjyqjeve 35 vjet dhe ti e di. Prandaj kur thash përmend emra zot nisi, po folim pa emra, emra konkret. Ta mbaroj. Pra ai njeriu që ka përfituar. Jo se këtu jemi dakord 100% për këtë.